Sot është dita botërore e radios. Nga valët e para radiofonike në botë, me KDK në vitin 1920, kur njerëzit për herë të parë dëgjuan lajmet përmes ajrit, deri te momenti historik i Radio Shkupit në vitin 1944, kur u dëgjua fjalia që mbeti në histori: Radio Shkupi po flet. Që nga ajo ditë, radioja nuk ishte më vetëm teknologji, u bë shoqërues i jetës së përditshme. Ajo ka kaluar luftëra, ndryshime shoqërore, revolucione teknologjike dhe epokën digjitale. Ka mbijetuar televizionin, internetin dhe rrjetet sociale, por kur nuk e humbi magjinë e saj. Radio është zëri që të zgjon në mëngjes, muzika që të shoqëron gjatë rrugës, lajmi që të informon në kohën reale dhe emocione që të kujton se dikush po flet drejt për drejt me ty. Ajo është në makinë, në punë, në shtëpi, në momente gëzimi dhe në ditët e zakonshme. Sepse radio nuk është vetëm tingull, është kujtim, është afërsi, është energji që udhëton përtej valëve. Radio është zë që nuk fiket kurrë.